Çka tha generali amerikan për Milosevicin, rrëfimi shqiptare që ndihmoi NATO? Në vitin 99, Departamenti Amerikan I Shtetit po kërkonte një përkthyes. Ky duhet të kthente informatat e terrenit nga gjuha shqipe në atë angleze. Për këtë detyrë paraqit Ayaza Emini nga Kumanova. Rastisht më treguan se Departamenti I Shtetit kërkonte përkthyes. Unë paraqita dhe menjëherë më morën. Pas një javë filluan forca speciale amerikane dhe lëvizëm në Kukës, ku ishim në repartin e generalit Kudusi Lame. Nga ky repart bënim koordinimin e bombardimeve të NATO-s. Informatat I kemi marrë nga grupi vëzhgues I UÇK-s në Kosovë, thot Emini. Në këtë formë kishin filluar përgatitjet e bombardimit të caqeve serbe. Këta të fundit po kryenin krime lufte në Kosovë por çdo minutë deri në nisjen zyrtare të operacionit duke I madh. Ata kishin vendosur që këmbësoria të futej në Kosovë. Në realitet, derisa po bënin koordinimin e raketave, disa herë është numëruar 10, 9, 8 deri në 0, pra në 0 lëshoi raketa, në fund thonin ishte provë. Ushtarët mërziteshin, thonin se ne kemi ardhur këtu për të kryer punë jo pushime, pra ishin vendosur sa më shpejt që të kryej kjo punë. Shqiptarët që ndihmojnë NATO-n të bombardonte Serbinë tregon se sa ishin të vendosura forcat amerikane për këtë mision. Generali Albrecht amerikan John Hendricks, në cilin kemi pasur bashkëpunim direkt, më tha personalisht se dëshira më e madhe është të futemi me këmbësori dhe vetë shkoj në Beograd e ta kap Milosevicin e ta shënmoj, tregoi Emini. Fjalët e generalit amerikan në momenti I shumë pritur erdhi në mbrëmjen e 24 marsit të vitit 99, për 78 ditë u bombarduan bazat e ushtrisë serbe në Kosovë, Maltëzi e Serbi. Koordinatat na jepnin, ne edhe merrim përgjigje nga NATO dhe që u qellua dhe ishte suksesshëm pas çdo bombardimin e festonin, thot Ayaza Emini, jeton në Shtetet e Bashkuara. I emocionuar kujton si në këtë video momentin kur bashkë me forcat e NATO syri në Kosovën e lirë gjatë rrugës për Gjilan. Më kujtohet emri fshatit, kishin dalë fëmijë pleq të rinj, festonin, bërtisin NATO, ishin emocione shumë të forta, tha ai.